Besimi është një pemë, rrënja e tij është bindja, dega e tij është devotshmëria, drita e diellit është modestia dhe fryti i tij është bujaria. Kjo thënie nxitëse për mendimin e përmbledh bukur thelbin e besimit dhe përbërësit e ndryshëm të tij. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në surën Ibrahim, ajeti 27, thot: Allahu i vërteton ata që besojnë me fjalë të forta në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i shpihen në humbje. Allahu bën atë që do. Ky ajet thekson rëndësinë e besimit të fortë si themeli i besimit. Kurse në surën Bekare, ajeti 197, Allahu thot: Furnizojeni veten, sepse furnizimi më i mirë është takua, vetëdia për Zotin. Ky ajet nxjerr në pa domethënien e takvas, e cila na kujton se furnizimi dhe suksesi i vërtet në këtë jetë dhe në botën tjetër vijnë nga vetëdia dhe devotshmëria ndaj Zotit. Sa i përket modestisë, Kurani inkurajon modestinë dhe për ulësinë në ajete të ndryshme. Në surën Araf, ajeti 26, Allahu thot: O bijtë e Ademit, ne ju kemi dhuruar veshje për t'i fshehur pjesat intime dhe sistoli, por veshja e drejtësisë është më e mira. Ky ajet thekson rëndësinë e modestisë si në pamje, ashtu edhe në sjellje. Së fundi, Kurani në mënyrë të përsëritur thekson virtytin e bujarisë. Në surën Bekare, ajeti 261, Allahu thot: Shembulli i atyre që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si një kokër drithi që mbijnë 7 kallinj. Në çdo kalli ka 100 kokra, dhe Allahu ja shumëfishon shpërblimin e tij kujt të dojë. Dhe Allahu është gjithëpërfshirës dhe i gjithëdijshëm. Ky ajet ilustron bukur konceptin e bujarisë, ku veprat e bujarisë sjellin fryte dhe bekime të shumta nga Allahu. Si përfundim, thënia e Imam Aliut ofron një kuptim gjithëpërfshirës të besimit si një pemë me përbërësit e tij të ndryshëm. Ai thekson rëndësinë e sigurisë, devotshmërisë, modestisë dhe bujarisë në edukimin dhe forcimin e besimit të njeriut. Duke menduar mbi këto cilësi dhe duke u përpjekur për t'i mishëruar ato, myslimanët mund të kultivojnë një besim të fortë dhe të begatshëm që i afron ata me Allahun dhe i sjell dobi shoqërisë në tërësi. Allahu na dhënë të aftësinë për t'i mishëruar këto virtyte dhe për të rritur besimin.